këshill. Pika 5 parashikon që në rast se 2 apo më shumë kandidat marrin numër të barabartë votash, Këshilli me pjesëmarrjen e gjithë anëtarëve të pranishëm kryen një votim të dytë mes kandidatëve me numër të barabartë votash. Në mënyrë që votimi të jetë i njëkohshëm, ne kemi diskutuar dhe kemi përgatitur disa, po i quaj fletë votimi, por në fakt nuk është që janë votime të ngjashme me ato për zgjedhjet e përgjithshme, është një votim për efekt të njëkohshmërisë. Secili prej anëtarëve në këtë fletë ka emrin e vet dhe do të shkruaj me shkrimdore emrin e kandidatit për cilin voton për drejtues në strukturën e posaçme antikorrupsion. Më pas do të lexojmë secilën prej vullneteve, do të hartojmë proces verbalin me emrat e kandidatëve dhe me numrin e votave, do të afirmosim dhe do t'i urojmë pastaj këmbën e mbar drejtuesit të ri të SPAK-ut. Atëherë koha është për të votuar, besoj, secili prej jush është ke për procedurën apo ja mbaroj, mund ta merrni këtë timin. Po që se ke 2, duhet të kem një të këto po. Emrin mund ta shkruani këtu te pjesa poshtë, me veta. Në shkrimje dhe emri. Në shkrimje ka pjetë besoj. Kaligrafia jo shkrimi pa. Lexohet të shkrim kontest. Po jo, mirë dhe jetë, ne firmosim. Atëherë. Mund të voto, ama mos e tani e kemi zgjatur shumë. Do të mbledhe, do të lexoj. Do të lexoj, se s'ka në vajtë. Numëra kryesore. Ne edhe një aty. Kontrolloj njëra janë 11 apo jo. Ja, Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Edhe kjo, po. Atëherë po i lexoj me rast, ndërkohë që Eni do ta mbash çik shënim këto tuta. Mbaj shënim. Po, do të ndaj, po. Atëherë, Sokol Stojani voton për Adnan Xholi. Mojsi Duda, Klodian Braho. Olger Eminaj, Klodian Braho. Erin Mërkuri, Adnan Xholi. Mirela Bogdani, Klodian Braho. Vat Staka, Adnan Xholi. Ledina Riza, Klodian Braho. Erin Gërmenji, Klodian Braho. Zeqir Hoda, Klodian Braho. Arta Mandro, Klodian Braho. Erion Fejzulla, Elvin Gokaj. Atëherë rezultati është i tillë. E bët, okay. Klodian Braho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adnan Xholi 1, 2, 3 vota dhe Elvin Gokaj 1. Po lexoj vendimin për efekt procedure më shumë. Atëherë vendim për përzgjedhjen e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, bazuar në nenet 148 dhe 149 të Kushtetutës, nenin 52 të ligjit 96 për statusin, nenin 15 të ligjit 95 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, nenet 164, 166, 184, 189 të ligjit 115 për organet e qeverisë e sistemit të drejtësisë,
si dhe rregulloria për kriteret dhe procedurën për ngritjen në detyrë të prokurorëve pranë prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e vitit 2023 të Këshillit, pasi zhvilloi intervistat me kandidatët për pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe votoi në rend alfabetik secilin prej tyre, votim nga i cili rezultoi se Zoti Adnan Xholi mori 3 vota. Kandidati Dolores Musabelli mori 0 vota. Kandidati Elvin Gokaj mori 1 vot dhe kandidati Klodrian Braho mori 7 vota nga Këshilli i Lartë të Prokurorisë. Këshilli vendosi zgjedhjen e prokuror Klodrian Braho në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mandati i prokurorit Braho në pozicionin e drejtuesit është 3 vjet pa të drejtë rizgjedhje duke filluar nga data 19/12/2025 deri në datën 19/12/2028. Njoftohen për këtë vendim Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe prokurori Braho. Vendimi në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare web të Këshillit, shpallet në Tiranë sot në datë 11/12/2025. Sojani voton për Adnan Xholi. Mojsi Duda, Klodian Braho. Olgier Eminaj, Klodian Braho. Erin Mërkuri, Adnan Xholi. Irina Rukami, Klodian Braho. Fat Staka, Adnan Xholi. Ledina Riza, Klodian Braho. Erin Bërneki, Klodian Braho. Leqir Roza, Klodian Braho. Arta Mandro, Klodian Braho. Erion Pejzula, Elvin Gokaj. Atëre rezultati është i tillë. Klodian Braho 1, 2, 3,